Dashi, sot është një ditë e mrekullueshme për të vënë në zbatim planet që ke mbajtur në mendje prej kohësh. Energjia pozitive do të ndihmojë në përballimin e çdo sfide. Në dashuri, komunikimi i hapur është thelbësor. Kjo do të ndihmojë të krijosh një lidhje më të fortë me partnerin. Nëse je beqar, mos i shmang takimet e reja, pasi mund të gjesh dik interesant. Në punë, idetë tua novatore do të shkëlqejnë. Mos nguro të ndash mendimet me kolegët, sepse bashkëpunimi do të sjellë rezultate të shkëlqyera. Financat janë stabilizuar, por bëj kujdes me shpenzimet e panevojshme. Kushto pak kohë reflektimit dhe jep vetes mundësinë për të pushuar. Beso në fuqinë e intuitës dhe gjithçka do të shkojë mbar. Demi, një ditë e mbushur me energji pozitive ju pret sot. Në punë, përpjekjet e kaluara fillojnë të japin fryte dhe mund të vërehet një rritje e konsiderueshme e besimit tuaj. Financat kërkojnë vëmendje, kështu që tregoni kujdes me shpenzimet impulsive. Në dashuri, një moment i veçantë mund të ngjallë emocione të papritura. Lejojeni zemrën të flasë më shumë se arsyetimi. Kohën e lirë shfrytëzojeni për relaksim ose për të kaluar momente të qeta me miqt apo familjen. Sot është dita e duhur për të ndjekur intuitën dhe për të dëgjuar atë zë të brendshëm që ju udhëzon. Dielli shndrit me ngrohtësi mbi ju, duke ju dhënë forcë për të përballuar çfarëdo lloj sfide që mund të vijë. Binjakët, sot është koha për të fokusuar te lidhjet e zemrës. Ndaj kohë për ata që do dhe mos hezito të ndash emocionet tua. Puna është në ngritje, por kujdes mos e tepër. Balanca midis angazhimit dhe pushimit është kyçe për të arritur suksesin. Financiarisht është momenti i mirë për të rishikuar shpenzimet. Një qasje e zhytur do të ndihmojë të kursesh dhe mund të zbulohet një mundësi e re që të ndihmon të rritesh. Sot, mendimet e tua do të jenë të ndritura dhe frymëzuese, duke të ndihmuar të zgjidhësh çdo mister që të ka shqetësuar. Merr kohë për të medituar dhe për të dëgjuar zërin e brendshëm. Në këtë udhëtim, do të zbulosh se forca e vërtetë qëndron brenda teje. Daforia. Sot, zemra juaj do të ndjejë një val ëmbëlsie që do të përshkojë gjithë ditën. Në dashuri, një takim i papritur mund të sjellë emocione të reja, duke ju kujtuar rëndësinë e momentit të tanishëm. Në punë, intuita juaj do të jetë aleati më i fortë. Besoni në vendimet që merrni pa dyshim. Merrni parasysh të hidhni hapa të vegjël drejt qëllimeve tuaja financiare, duke mbajtur një sy mbi shpenzimet e pakujdesshme. Sot është dita e duhur për të rikujtuar veten për pasionet që keni lënë mënjan. Pak kohë për veten do t'ju ndihmojë të gjeni qetësinë që kërkoni. Lëreni buzëqeshjen të jetë shoqëruesja juaj në këtë udhëtim të ndjesive dhe mësoni të pranoni bukurinë e së thjeshtës. Luani. Sot zemra juaj ndriçon si dielli në një ditë pranvere. Në dashuri është koha për të shprehur ndjenjat që keni mbajtur brenda. Mos keni frikë të tregoni emocionet, pasi mund të sjellin afërsi të reja me partnerin. Në punë, krijimtaria juaj do të jetë burim frymëzimi për të tjerët. Zbatoni idetë tuaja me besim dhe do të shihni rezultate të mira. Financat janë në një gjendje të qëndrueshme, por keni kujdes në shpenzime të panevojshme. Një ndjenjë qetësie do t'ju mbështjellë gjatë ditës, duke ju dhënë mundësinë të ndaloni dhe të reflektoni për arritjet tuaja. Kujdesuni për veten dhe mos harroni të ndani kohë për pasionet tuaja. Në qetësinë e mbrëmjes, gjeni paqen që keni kërkuar. Virgjëresha. Sot, ndjenjat do të jenë në qendër të vëmendjes, teksa emocionet do të lëkunden si një det në mëngjes. Nëse ndiheni të mbingarkuar, merrni pak kohë për veten. Meditim ose një shëtitje e qetë do të ndihmojë. Në punë, ndonse sfidat mund të shfaqen, mendja juaj analitike do të gjejë zgjidhjet e nevojshme. Mos keni frikë të kërkoni ndihmë, ndonjëherë bashkëpunimi është çelësi. Financat mbeten të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet impulsive që mund të prishin ekuilibrin. Marrëdhëniet në çift kërkojnë kujdes, një bisedë e hapur dhe e sinqertë mund të zgjidhë keqkuptime. Mos harroni t'i dhuroni partnerit një buzëqeshje. Sot është dita për të kujtuar se edhe në momente të vështira, drita gjithmonë do të gjejë rrugën e saj. Peshorja. Sot ndjenjat do të lëvizin si një simfoni harmonike. Në dashuri, të mos keni frikë të shprehni ato që keni në zemër, sepse sinqeriteti do të sjellë afërsi të reja. Në punë, një projekt i ri mund të kërkojë përkushtimin tuaj maksimal, por mbani mend se sfidat janë vetëm mundësi të maskuara. Financat duken të qëndrueshme, por është mirë të mbroni burimet tuaja dhe të mos bëni shpenzime impulsive. Energjitë kozmike ju mbushin me qetësi dhe ekuilibër, duke ju dhënë fuqi për të përballuar çdo ndryshim të papritur. Merrni një moment për të reflektuar dhe për të vlerësuar atë që keni arritur deri tani. Mos harroni të kujdeseni për shpirtin tuaj, duke gjetur kohë për relaksim dhe meditim në natyrë. Akrepi. Dita e sotme premton të sjellë një val energjie pozitive në jetën tuaj.
Në dashuri, komunikimi i hapur do të jetë çelësi për të forcuar lidhjet. Pavarësisht sfidave, zemra juaj është e mbushur me besim dhe ndjenjat e ngrohta do të shfaqen në momentet më të papritura. Në sferën profesionale, është koha ideale për të diskutuar ide të reja që kanë qenë në mendjen tuaj prej kohësh. Financat duken të qëndrueshme, por mbani një sy të kujdesshëm mbi shpenzimet e vogla që mund të mblidhen. Mos harroni të bëni pushime të shkurtra për të ruajtur qetësinë e brendshme. Ndërsa dita përparon, do të zbuloni një ndjenjë të thellë të qetësisë dhe harmonisë. Shfrytëzoni çdo mundësi për të lidhur me natyrën dhe për të rigjeneruar shpirtin. Shigjëtari. Dita e sotme sjell energji të reja dhe mundësi për të reflektuar mbi prioritetet e tua. Në çështje të zemrës, bëu i hapur ndaj ndryshimeve dhe dëgjoje zemrën. Ndonjëherë, ajo të njeh më mirë se sa mendja. Në punë mund të përballesh me sfida të vogla, por qëndro i qëndrueshëm dhe besoje instinkteve të tua për të zgjidhur çdo situatë. Financat kërkojnë kujdes, shmang shpenzimet impulsive dhe planifiko me mençuri. Energjia kozmike të kujton rëndësinë e momentit të tani dhe të ndjesisë së pranishme. Meditimi ose një shëtitje në natyrë mund të ndihmojë të qetësosh mendjen. Kujdesu për shëndetin emocional, pasi ai është çelësi i një dite të suksesshme dhe të qetë. Gjej kohë për veten dhe kënaqur me momente të thjeshta. Britsjapi. Dita e sotme premton të sjellë ndjenja të thella reflektimi dhe qetësie. Në marrëdhëniet personale, përpiqu të dëgjosh me vëmendje dhe të tregosh kujdes për të dashurit. Një bisedë e gjatë mund të të afrojë më shumë me dikë të rëndësishëm për ty sa i përket punës, ndjehesh më i motivuar dhe i përkushtuar se zakonisht. Merr kohë për të organizuar planet afatgjata dhe mos hezito të kërkosh mendimin e kolegëve. Financat duken të qëndrueshme, por kujdes me shpenzimet impulsive. Ndjenja e ngrohtësisë që të mbush sot mund të jetë frymëzuese për të eksploruar interesa të reja. Kushto vëmendje mirëqenies fizike dhe mendore. Një shëtitje në natyrë mund të rigjallërojë shpirtin. Mos harro të nderosh veten dhe të jesh mirënjohës për gjithçka që ke. Ujori. Dita e sotme sjell një energji të re dhe plot gjallëri. Në dashuri, ki durinë dhe përkushtoje kohë partnerit, ndërsa ata që janë beqar mund të takojnë dikë të veçantë në një event social. Në punë mund të lindin mundësi të papritura, kap çdo shans që të del përpara. Bëhu i kujdesshëm me shpenzimet, pasi disa investime të vogla tani mund të sjellin përfitime më vonë. Ekuilibri emocional është kyç, prandaj merr frymë thellë dhe relaksohu kur ndihesh i tensionuar. Meditimi ose një shëtitje në natyrë do të të ndihmojë të rifitosh qetësinë e brendshme. Sot, universi të mbështet në çdo hap që ndërmerr, ndaj ndiq intuitën dhe besoj zemrës sate. Një surprizë e këndshme të pret në fund të ditës. Peshqit. Dita e sotme sjell një ndjenjë qetësie dhe përmbushjeje. Yjet ju inkurajojnë të ndaloni për një moment dhe të merrni frymë thellë, duke ju kujtuar rëndësinë e momenteve të vogla. Në sferën e dashurisë, një bisedë e sinqertë mund të forcojë lidhjet tuaja, duke ju afruar më shumë me partnerin. Në punë është koha e duhur për të treguar iniciativë dhe për të ndarë idetë tuaja krijuese. Mos hezitoni të kërkoni ndihmë nga kolegët, pasi bashkëpunimi do të sjellë rezultate të shkëlqyera. Financat duken të qëndrueshme, por është e mençur të shmangni shpenzimet e panevojshme. Kujdesuni për mirëqenien tuaj emocionale duke kaluar kohë në natyrë ose duke medituar. Besoni në fuqinë e intuitës tuaj sot.